Çmimet e ushqimeve si në B, produktet nga jashtë vinë më lirë, por shiten më shtrenjtë. Me vlerësimin e euros si faktor kryesor, ushqimet nga jashtë vendit që po vazhdojnë të vinë janë më lirë në Shqipëri sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave për gjatë tremujorit të tretë të këtij viti. Vlera produkteve shqiptare të ardhura ishin 1.42% më të lira se sa tremujori paraardhës, por rënje nuk pasqyrohet tek qytetarët pasi norma interesit, norma inflacionit në bazë mujore për periudhën korrik-shtator për grupin e ushqimeve ka rënë, por rënje nuk pasqyrohet tek qytetarët pasi norma e inflacionit në bazë mujore për periudhën korrik-shtator për grupin e ushqimeve ka qenë 1.5%. Mund të themi që këtu ka manipulim ose rritje të normës fitimit nga ana e tregtarëve që bëjnë në kurrizë të konsumatorëve shqiptar, pasi çmimet e ushqimeve në Shqipëri janë afruar ose janë baraz me çmimet e produkteve ushqimore në Europë, dhe ky është një handikap shumë i madh, duke marrë parasysh të ardhurat e shqiptarëve, shpreh eksperti për bujqësinë Gjok Vuksani. Sipas Instat, tashmë sasia produkteve bujqësore që importohen në Shqipëri janë 3 herë më të larta me sasinë që vendi eksporton në tregjet e huaja, duke theksuar gjithmonë më shumë varësinë e qytetarëve shqiptar nga ushqimet e huaja, por pothuajse jemi kthyer 10 vite më përpara që ishim në raportin 3-1. Kjo vlen kryesisht si pasojë e kërkesës, ku ka ndikuar turizmi dhe mungesa e kompensimit produkteve shqiptare Made in Albania, pra bujqësia nuk po i përgjigjet kërkesës, çka ka bërë që syt idhen nga importi, tregon ndër të tjera Vuksani. Për të ndalur rritjen e çmimeve të prodhimit vendas dhe për të nxitur eksportet shqiptare, qeveria ka përfshirë në paketën fiskale rimpulsimin me 10% faturës që fermerët do të dorëzojnë tek grumbulluesit apo përpunuesit.